Në Galerinë e Arteve Shkodër është rikthyer çmimi Hidromeno, një nga veprimtaritë më të rëndësishme të artit bashkëkohor në qytet, që këtë vit shënoi edicionin e 8. Konkursi i dedikuar artistëve të rinj synon të nxjisë krijimtarinë dhe të forcojë lidhjen mes brezave në artin pamor. Drejtori i galerisë Fatmir Juka vuri në dukje rëndësinë e kësaj ngjashmërie në krijimtarinë e një komunikimi të qëndrueshëm midis kuratorëve dhe artistëve. Lidhemi gjithë bashkë në edicionin e 8 të çmimit Hidromeno, një çmim i shumë pritur për arsye sepse ndodh një herë në 2 vjet edhe angazhon ndoshta si po dasht me fol shumë si thuhet për institucionin që menaxhojmë, po ndoshta është i vetmi institucion publik në Shqipëri i cili përfshihet në atmosferën edhe në rrjedhojën e artit bashkëkohor, duke stimulu përmes një çmimi që ne prej vitesh nga eksperienca edhe nga puna e kolegëve tanë të mëparshëm, po edhe tash në vazhdim përcjellim në edicionin e 8, duke e quajtur çmimi i artit bashkëkohor për të rinj Hidromeno. Ndërsa kuratori Sindi Kanani theksoi aspektin kërkimor dhe reflektues të veprave, duke e parë Hidromenon si një hapësirë ku arti bashkëkohor sfidon përditshmërinë dhe realitetin social. Këto artistë për mua kanë aspektin kërkues, të cilin ata e marrin shumë seriozisht dhe ka nëpërmjet portofoliove që unë kam parë, disa prej tyre duke i njohur personalisht për gjatë disa viteve. Ato kanë vite pra që zhvillojnë e konsiderojnë aftësinë edhe ngjashmërinë e tyre në këtë fushë të artit si një mundësi për me komuniku, për me kërku, për me analizu, për me dhënë refleksione të ndryshme, të cilat nuk bëjnë tjetër vetë se rrisin cilësinë e njerëzores mes nesh në qytetin tonë e Maxhan. Fituesja e këtij edicioni u shpall Besa Mustafaj, vepra e së cilës u vlerësua nga juria për mesazhin dhe ngjashmërinë e saj në raport me ritmet e shpejta të jetës moderne. Vepra që ka fituar këtë çmim të edicionit 8 është një vepër që na ka kërkuar të ndalonim pak një shikim më të vëmendshëm, edhe në një botë si kjo e jona, kur koha ecën shumë shpejt, është një privilegj shumë i madh të kesh të ndalosh edhe të reflektosh edhe të kërkosh me kuriozitet detaje në një vepër. Shumë faleminderit që keni ardhur dhe që i keni kushtuar kohë që ta shikoni të gjitha punët. Uroj që të gjithë të jenë të kënaqur me punët e tyre dhe të kenë sa më shumë biseda me persona të rinj që e përjetojnë punën e tyre. Pas mbylljes së këtij konkursi, Galeria e Arteve Shkodër po përgatitet për sallonin e vjeshtës, ekspozitën më të rëndësishme të kalendarit të saj vjetor, që do të bashkojë artistë të afirmuar dhe talente të reja të artit shqiptar.